Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Kjo ditë sjell nevojën për të rregulluar marrëdhënie profesionale. Mund të kuptosh se një bashkëpunim kërkon më shumë durim nga ana jote. Mos reagoni menjëherë. Një bisedë e qetë do të hap rrugë të reja. Në mbrëmje energjia rritet dhe të ndihmon të kthehesh tek ajo që të motivon vërtet. Demi. Fokusi i ditës është stabiliteti personal. Një çështje financiare ose materiale kërkon vëmendje, por ke aftësinë ta menaxhosh me maturi. Emocionalisht ndihesh më i qetë se ditët e kaluara, dhe kjo të ndihmon të marrësh vendime të arsyeshme. Binjakët. Kjo është një ditë intensive emocionalisht. Mund të lindë nevoja për të zgjidhur një çështje të vjetër ose për të marrë një vendim të rëndësishëm. Në marrëdhënie kërkohet sinqeritet i plot, financat kërkojnë kujdes dhe planifikim të matur. Gaforia. Dita të fton të dëgjosh më shumë intuitën, ndjenjat janë të thella dhe një situatë familjare ose emocionale kërkon ndjeshmëri. Mos e shtyj një bisedë rëndësishme, sepse sot ke aftësinë ta shprehësh veten pa krijuar tension. Luani. Energjia shoqërore është në rritje. Marrëdhëniet me miqt ose kolegët sillin mbështetje dhe ide të reja. Mund të ndjesh nevojën të marrësh drejtimin e një situate, por bëje me maturi. Një kompliment ose vlerësim të motivon më shumë nga sa mendon. Virgjëresha. Puna dhe përgjegjësitë kërkojnë përqendrim, por sot ke qartësi mendore për të zgjidhur edhe detajet më të ndërlikuara. Kujdes të mos e ngarkosh veten emocionalisht. Një pushim i shkurtër të ndihmon të ruash balancën. Peshorja. Kjo është një ditë e favorshme për ide kreative dhe plane personale. Ndihesh më i hapur ndaj ndryshimeve dhe i gatshëm të provosh diçka ndryshe. Në dashuri, sinqeriteti sjell afrim. Një bisedë e thjeshtë mund të ketë kuptim të thellë. Akrepi. Ndjeshmëria është e theksuar dhe të ndihmon të kuptosh gjëra që të tjerët nuk i shohin. Mund të përballesh me një vendim të rëndësishëm emocional. Mos u nxito. Përgjigjet vijnë nëse jep vetes kohë për reflektim. Shigjetari. Dita sjell lëvizje dhe dinamizëm. Mund të lindë një mundësi për të mësuar diçka të re ose për të zgjeruar horizontet e tua. Kujdes me premtimet, sepse entuziazmi mund të të bëjë të marrësh më shumë se ç'duhet. Britsjapi. Meqense është fundi i sezonit tënd, kjo ditë shërben për përmbledhje dhe reflektim. Mendon për qëllimet afatgjata dhe bën rregullime të nevojshme. Një bisedë serioze sjell qartësi dhe siguri për hapat e ardhshëm. Ujori. Energjia e re fillon të ndihet. Ndihesh më i lirë për të shprehur veten dhe për të dalë nga rutina. Një ide origjinale mund të marrë formë konkrete nëse i kushton vëmendje. Shoqëria të frymëzon. Peshqit. Dita është e qetë, por e mbushur me ndjesi të brendshme. Është momenti i mirë për të reflektuar dhe për të kujdesur për veten. Një gjest i vogël dashamirës ndaj dikujt tjetër të sjell kënaqësi të madhe shpirtërore. Horoskopi në Top Albania Radio.